Si i ndryshoi fjalët Naim Morseli për tradhtinë e supozuar të Liridonës. Prokuroria i nxjerr provën e re të fortë që ai nuk e priste. Deri dje, Naim Morseli tentonte të njolloste emrin e bashkëshortës së tij të ndjerë, Liridonës, duke folur për tradhti, por sot para trupit gjykues ai bëri kthesën e papritur. Me zë të ulët, ai pranoi dështimin e tij moral. Nuk kam qenë i sinqert. Thaj, duke deklaruar se akuzat e mëparshme ishin thjesht trillime të bëra nën presion. Por, ndërsa ai kërkonte falje për këtë që e quajti lajthitje, prokuroria nxorri në dritë provën e re nga ekspertiza e telefonave, që ai nuk e priste. Bëhet fjalë për komunikimin e datës 28 nëntor, fiks një ditë para ekzekutimit. Në orën 19:41, Naimi shkruan Granet Plavës. Shok, me siguri nesër përfundon. Por nuk mbaron me kaq. Prokuroria zbuloi edhe vazhdimin e mesazhet ku shkruaj: "A të ka thënë që Kuqa para dite?" Kur gjyqtarja e pyeti se kush është Kuqa dhe çfarë saktësisht donte të thoshte me përfundimin e nesërm, përgjigjja e Naimit ishte ajo që e la sallën e heshtje. Nuk më kujtohet. Një harrje selektive apo një tentativë dështuar për të mbrojtur. Në këtë seancë, e cila është e dyta për vitin 2026, drama vazhdoi, edhe me një tjetër kërkesë. Morseli kërkoi leje për të takuar fëmijët e tij, për të cilët gjykata pret ende përgjigje zyrtare nga shteti suedez. Çfarë po fshin Naim Morseli pas harresës së tij? Na thoni mendimin tuaj në komente dhe bëni follow Privi pa Libertas Vahiu në të gjitha rrjetet sociale për raportimet e fundit.